Nuk kam bërë universitet. Kris Jenner zbulon sekretin e suksesit dhe jep mesazh për të rinjt. Kris Jenner ka ndarë së fundmi këshillat e saj për të rinjt që duan të ndërtojnë një të ardhme të suksesshme, duke theksuar se rruga drejt suksesit nuk është domosdoshmërisht e njëjtë për të gjithë. Në episodin më të ri të podcastit Smartly, ajo foli hapur për rëndësinë e ndjekjes së zemrës dhe të zgjedhjeve personale, sidomos kur bëhet fjala për arsimin dhe karrierën. Gjatë bisedës, Jenner u ndal tek ideja nëse të rinjt duhet të ndjejnë presionin për të ndjekur një model tradicional arsimor. Ajo tregoi se vetë nuk ka ndjekur kolegjin, por kjo nuk e pengoi të ndërtonte rrugën e saj profesionale. Sipas saj, shkolla nuk ishte ambienti ku ndihej më mirë, pasi e konsideronte veten shumë shoqërore dhe më të tërhequr nga ana sociale e jetës. Megjithatë, Kris Jenner theksoi se arsimi ka qenë gjithmonë i rëndësishëm për të, ashtu si edhe socializimi dhe dëshira për të mësuar. Ajo u shpreh se çdo njeri mëson ndryshe dhe pikërisht kjo e bën përvojën njerëzore interesante. Për këtë arsye, sipas saj, të rinjt nuk duhet të ndjekin verbërisht pritshmëritë të tjerëve, por të dëgjojnë veten dhe të zgjedhin rrugën që u përshtatet më shumë. Jenner zbuloi gjithashtu se gjysma e fëmijëve të saj janë diplomuar, ndërsa gjysma tjetër jo, duke nënvizuar se suksesi nuk përcaktohet vetëm nga diploma. Në fund, ajo dha dhe një mesazh të qartë për brezat e rinj, të ndjekin zemrën e tyre dhe të mos harojnë se ajo që duan të bëjnë në jetë ka po aq rëndësi sa çdo formim akademik.